Hoxhi i nderuar dhe i respektuar, faleminderit për konsideratën. Është pyetja e veçantë, kjo ka ardhur pyetje speciale kështu. I nderuar dhe i respektuar. Po të bëj një grua haxhin, a patjetër duhet të mbulohet? Jo, mbulesa nuk ka lidhje me haxhin. Gruaja duhet mbulohet qysh në Tiranë, qysh në Berlin, qysh në Francë, qysh në Londër, s'ka lidhje me haxhin. E po kanë një frikë për shembull, disa nga mocët tonë, po të shkojnë në haxh, mas haxhit duhet mbulu, kështu që po e vonoj haxhin. Problemi është se meleku i vdekjes nuk i njeh këto kontratat, i konsideron pa vlefshme. Ti shkon në haxh, inshallah Zoti më të qetëson shpirtin, e gjen imanin e fortë, edhe inshallah mbulohesh. Po nëse kur vin Shqipëni e heq, haxhi është i saktë, s'ka lidhje haxhi me gjinofin e heqjes shamis. Haxhi është i saktë. Haxhi është i saktë.